O Zot i madhreshëm, më ruaj nga ai i cili dëgjon për mua diçka të mirë dhe e fsheh atë. O Zot i madhreshëm, më ruaj nga sherrri i atij i cili dëgjon për mua diçka të keqe dhe e përhap atë me shpejtësi, duke pasur dëshirë që e keqja të bëhet sa më e madhe. Lutja e tretë duke thënë: O Zot, më ruaj nga sherrri i atij i cili mbrapa shpinës sime flet çdo gjë. Dhe lutja e katërt: O Zot, më ruaj nga sherrri i atij i cili më sheh mua me plot xhelozi, me plot inat, me qëllim që mirësitë që mi ke dhënë Ti i madhi Zot të shkatërrohen dhe mos t'i gëzoj unë së bashku me familjen time. Ti keni parasysh të katër gjëra, sepse janë vendimtare që i madhi Zot të na ruaj nga sherrri i njerëzve që në zemrat, në shpirtrat dhe në mendjet e tyre dëshirojnë vetëm keq dhe vetëm ligësi në vazhdimsi.